Gjykata kushtetuese ka marrë vendim të martën që seanca konstituive e kuvendit e nisur me 15 prill nuk ka përfunduar dhe sa ajo duhet të përfundojë brenda 12 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij aktgjykimi. Ndryshe nga deklarimi Dimal Bashës si kryeparlamentar se kuvendi është konstituar, kushtetuesja thotë se çështja e konstituimit të kuvendit është e papërfunduar. Kushtetuesja e mori këtë vendim pas ankesës së listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë në lidhje me votimin ndaraz të kandidatëve për nënkryetar të kuvendit të Kosovës nga radhët e pakicave. E në anën tjetër, kushtetuesja po ashtu ka obliguar deputetët që të kryejnë edhe çështjen e zgjedhjes së nënkryetarit nga ky komunitet brenda 12 ditëve sipas afatit nga aktgjykimi i shkuar. Ajo i ka urdhëruar deputetët që gjatë procedurës së zgjedhjes së nënkryetarit të kuvendit të Republikës së Kosovës nga radhët e deputetëve të komunitetit serb të ushtrojnë funksionin e tyre kushtetues në interes të mirë të Republikës së Kosovës dhe në pajtim me kushtetuten dhe rregulloren e kuvendit.